Me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, mbreti Charles III dërgoi një letër urimi presidentes së Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, duke theksuar raportet e shkëlqyera midis dy vendeve dhe duke riafirmuar përkushtimin e Mbretërisë së Bashkuar për bashkëpunim të ngushtë në të ardhmen. Në letrën e tij, mbreti Charles III thekson se kjo ditë përbën një mundësi të veçantë për reflektim mbi historinë e miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Ai shpreh inkurajimin e tij për fuqinë e lidhjeve dypalëshe dhe thekson rëndësinë e ruajtjes së këtyre marrëdhënieve të forta dhe për dekadat e ardhshme. Ky mesazh është gjithashtu një shenjë e qartë e përkushtimit britanik për të mbështetur Kosovën në rrugën e saj të zhvillimit dhe forcimit të institucioneve demokratike. Një mesazh urimi ka ardhur edhe nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i cili vuri theksin te miqësia e qëndrueshme midis vendeve. Po ashtu Rubio theksoi se vlerëson mbështetjen e Kosovës për përpjekjet e SBA-s për tu përballur me sfidat globale dhe mirëpret udhëheqjen e saj si anëtare themeluese e Bordit të Paqes.